po në qoftë se përballesh me mbi ngarkesën emocionale, atëherë duhet që këto emocionet e trazuara, e mbi ngarkuara apo mbi vendosura, të cilat janë të afektuara me gjasë nga ankthi, nga momente traumatike apo nga sfidat zhgënjyese ose nga stresorët e përditshme të jetës, këto duhet të shkarkohen përmes një përpunimi terapeutik. Dhe pasi që ky proces të finalizohet, atëherë ti do të jesh shumë e freskët për të vijuar procesin e shëndetshëm të jetës. Pra truri është organ kompleks dhe këshilloj që informacionet të cilat janë të shëndetshme për ne dhe që kanë referenca mjekësore, shkencore, të cilat rekomandojnë këshilla të përshtatshme, ndihmojnë trurin të ruajë fleksibilitetin dhe fluiditetin e tij. Truri pra nuk funksionon si antena. Truri çdo informacion që merr e teston përpara se ta integrojë në modelet e tij. Pra nuk e merr informacionin me një herë, por thjesht do ta testoj, sepse truri ka prioritet të mbijetojë e jo të vetë shkatërrohet. Po, dhe Roni